Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Nexha Daci, ka thënë të njëjtën se nënkryetari i këtij subjekti nuk është situar drejt nga mediat. Pas analizave dhe konstatimeve se ka pasur shumë parregullsi në gjithë procesin zgjedhor të 12 dhjetorit, ka vendosur të mos pranojë rezultatet e publikuara nga KQZ. Pas mbledhjes së kryesisë të njëjtën, LDD-ja ka marrë vendim krejt tjetër me atë që deklaroi 2 ditë më parë. Lideri i këtij subjekti, Nexha Daci, ka thënë se zgjedhjet e 12 dhjetorit karakterizohen me një varg problemesh që ndikuan drejt për drejt në rezultatin përfundimtar. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, për shkak të ambientit politik agresiv dhe jo demokratik të krijuar, para dhe gjatë procesit, si dhe procesi zgjedhor të deformuar që nga elemente teknike, si edhe ato organizative në vendvotime, ka vendosur të mos e pranoj rezultatin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 12 dhjetor 2010. Ky është qëndrimi politik i LDD-s. 2 ditë më parë, nënkryetari i LDD-s, Nasir Rugova, gjatë një konference për media, la të kuptojë se ky subjekt politik i pranon rezultatet preliminare të dala nga KQZ dhe se do të fillojnë me analiza se çka ka sjell partinë në këtë gjendje. Ndërkaq, kreu i LDD-s, Nexha Daci, duke u munduar të arsyetojë ndryshimin e vendimit të partisë, tha se nënkryetari Rugova ka pasur qëndrim të drejtë, por nuk është situar si duket nga mediat. Unë i kam përcjell mediat elektronike, nuk mund të them të shkruar atë gjitha. Dhe asnjë nuk e ka dhënë fjalën e gjallë të nënkryetarit ose nuk e ka lexuar tekstin e atij. Ndërsa para se të vjen në konferencë për media, nënkryetari e ka paraqit mendimin e vet me shkrim dhe në asnjë vend nuk ka fol i pranon ose nuk i pranon. E ka dhënë vlerësimin e vet në mungesë të tubimit të kryesisë dhe vlerësimit zyrtar. Prandaj mendoj që është nxjerrë në kontekst të atill dhe unë po ju përgjigjem me këtë. Pse dallon vlerësimi i kryesisë? Kryesia janë një numër shumë i madh njerëzish. Kreu i LDD-s tha se abstenimi mbi 30.000 votuesve për vetëm brenda një viti pas zgjedhjeve lokale 2009 është fenomen paradoksal që do analizë thellë brenda partisë. Për dallim nga zgjedhjet e sivjetme të cilat e lënë LDD-n jashtë parlamentit, në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ky subjekt politik pati siguruar 12 ulëse në parlament.